Unë jam Gjergji ose George, si që më trasin këtu, Gjumari dhe... Ndonë se kam një lloj humori, se ditën që mora pasaportën i me më tha, po pse i tha e bëre George? Edhe thash, po kur Gjelali thash e bëri James, gjemë... Edhe bukuria e bëri Barbara, thash, pse më se bëj dhe Gjergji George? Por ne jemi shqiptar, dhe t'jesh shqiptar, si shtonin dikur, madje edhe në kohë luftës, pavarësisht se ne jemi kundër komunizmit, po në kohë luftës doli një thirrje madhe. Të gjithë bashkohemi pa dallim feje, krajine, ideje. Pra dhe sot kundër neodiktaturës marksiste-leniniste, sepse këto nuk janë as të majt, këto janë marksista, që duan të shkatrojnë Shqipërinë, duan të shesin Shqipërinë. Pse je sot këtu? Po sepse nuk dua që të shitet adheun, unë jam Gjergj Gjumari, nipi Pal Gjumarit, Kol Gjumarit që kanë shkrujt abetaren e gjuhës Shqipe. Dhe gjithë brezi jonë kanë mësuar gjuhën me abetaren e Kol Gjumarit. Pra, përse u përpoqen të parët tanë, përse u përpoqen partizanët, përse u përpoqen luftëtarët, pikërisht pra që të mos ja japin të huajve atë dheun. Dhe pikërisht kam ardhur këtu sot, jo unë, po që janë edhe mosha shumë të mëdha, edhe 100 vjeç të isha unë prap do vija këtu. Sepse ne lindëm shqiptar dhe do vdesim shqiptar. Nuk është e thënë, unë jam demokrat, sepse me origjinë nga Kakavaja, por nuk është e thënë vetëm demokratët, gjithë populli, pa dallim feje, krajine, ideje, kundër neodiktaturës, së diktatorit më të mërshëm që ka pa histori e Shqipërisë, që nga kohë e Pellazgëve, Edvin Kristaq Rama, poshtë diktatura.